Receta e famshme e petullave nga Arbana Osmani. Unë di t'i bëj dhe vetë petullat se gjyshrit i kam nga Dibra dhe ata ma kanë mësuar recetën se si t'i përgatis, por doja të provoja recetën e Arbanës. Arbana thot se kjo recetë është kaq e thjesht, por natyrisht ka marifetet e saj. Pra shumë shkurt në videon e sotme do ndjek recetën e Arbanës duke shpresuar që të më dalin petullat sa më të mira. Dhe Arbana, nëse je duke ndjekur këtë video, të përshëndes. Në një enë kam hedhur 2 gota me miell. 1 gotë qumësh të ngrohtë, as të ftohtë, as të nxehtë, të ngrohtë. 1 lugë çaj krip, 1 lugë gjelle maja buke, dhe me sa duket sekreti që petullat mos thithin vaj është sheqeri, duhet i hedhim pak sheqer. E mbulojmë brumin me letër alumini dhe lëmë që të vi për 2 orë. Shikoni pak sa shumë ka ardhur brumi. Tani është momenti më i bukur të skuqim petullat. Do të hedhim pak vaj në tigan dhe kjo është metoda që na mësoi Arbana. Me ndihmën e një luke do t'i japim formë petullave kështu dhe do t'i vendosim që të skuqen në tigan. Temperatura e vajit është gjithashtu shumë e rëndësishme. Nëse vaji është shumë i nxehtë, petullat do të rrëmbehen, do të piqen nga jashtë dhe brenda do të ngelen qull. Dhe nëse temperatura e vajit nuk është e nxehtë mjaftueshëm, atëherë petullat do na thithin vaj. Është shumë interesante që ky brumi që përgatitëm ne kthehet në këto petullat kaq të mira. Dhe kështu do të vazhdojmë të skuqim petullat derisa të na mbarojë brumi. Kështu nga pamja e jashtme duken shumë të mira këto petullat. Tani është momenti t'i provojmë. Juve me çfarë keni qejf t'i shoqëroni petullat? Me mjalt, me kos, me djathë bardh? Më shkruani komente se do i lexoj gjitha komentet. Videon do ta mbyll duke falenderuar Arbana Osmanin për këtë super recetë dhe pas petullave shkova direkt në palestër. Ciao.